praktikisht në LDK janë kristalizuar dy teza kryesore sa i përket asaj që duhet ndodhur me triltën e janar. Një grup, do thot me Hikmet Bajramin e Arben Gashin, Abdullah Hutin, të cilët e konsiderojnë të kryer me çështjen e dorëheqjes si akti kryer të Lumer Abdigjikut. Pra, dhe në anën tjetër, grupi i Lumer Abdigjikut, të cilët insistojnë që jo është kuvendja i cili duhet ta pranojë apo të mos e pranojë. Unë kam dhënë opinionin tim personal edhe për këtë temë, dorëheqja ekziston ose nuk ekziston. Nuk mund të përdoret dorëheqja si maskem për kalkulimet më të tjeshme politike. Mbet në pozit, po. Të gjenden justifikime se vullneti im politik është në duart të partisë, unë po e sakrifikoj veten për të mos mund të takohem përsëri me familjen time për të ndarë kohë, sepse kështu e tha pas dorëheqjes do të kem kohë më shumë për familjen time, tash po e sakrifikoj edhe familjen edhe veten për hir të kërkesës së partisë. Do të janë arsyeime cinike politike, nuk di se si do të jetë disponimi i brendshëm elektoral, disponimi i brendshëm. Po flasim sot. Ajo që është e rëndësishme. Për cilën LDK? Për një LDK të, siç kam thënë, të përqare, të paqartë se si duhet të orientohet për shkak të traumës elektorale që e ka përjetuar me 28 dhjetor. Ajo do thotë që kam thënë dhe që insistoj, do thotë standardi mbi cilën ka ardhur në pushtet Lumer Abdigjiku, në kryet LDK-s, jo në pushtet, por në kryet LDK-s është ai standardi i cili ja imponon ndërheqjen. Dhe ja imponon lëshimin e rrugës, sepse e ka pru partinë në të njëjtën gjendje për cilën e kishte fituar drejtimin e saj për ta ngritur. Po,